Përshëndetje miq të dashur. Shkronja me videon e radhës, Edi Rama, Hashim Thaçi edhe një doktor nga Amerika që e spjegon se çysh kanë dashur me da Kosovën. Më në për herë të parë pash e gjeta në arkiv edhe thashtë diskutoj së bashku miq. Po më bën shumë përshtypje me të vërtet çysh ka mujt Edi Ramës, Hashim Thaçin mi bo këto veprime, mi marrë këto veprime kundër shtetit Kosovës. Mu vjen keq se për të këja s'ka mund një mirë, po këto e në realitet, unë dojë të regoj me fotografi se kush jënë. Kështu që miq të dashur shkojmë të ndëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku. Nuk ka qenë asnjëra as tjetra. Thaçi ka qenë pjesë e kësaj që do të elaboroj tani me detaje. Të nderuar Bashkumas Kosovës, i shikoni. Kjo që po them tani është 100% e vërtetë. Dhe këtë askush më mirë se Rama nuk e di. Dhe të gjitha planet që janë bërë për Kosovën, të gjitha janë bërë në zyrën e Vučićit në Beograd, në prezencën. Në zyrën e Vučićit jenë bo marrëveshjet, po thot në Beograd. Miq të dashur. Po shkojmë tuti të këqyrim kush ka qenë atë? E Sorosit Junior. Soros Junior. Unë kam informacion se kam informacion nga brenda. Të gjitha planet janë bërë në zyrën e Vučićit Ballkan. Të gjitha planet për ndarjen e Kosovës, për veriun e Kosovës, për komunat serbe, janë. A përshëndet miq të dashur, sot gjeni është Albin Kurti. Këtë sene i ka po Albin Kurti. Për çdo sene i ka rrotulluar kjerë dhe policisë, i ka gju policinë me guri, ka... Por ata që po thojnë, e po mshkrujnë, jo po kështot, ngone mirë këtë vite me vëmendje. Edhe analizone pse i ka bo Albin Kurti këto. A ka bo peqevi, apo do më peqevi si rebel, apo ka pas diçka, ka pas për të mirën e popullit tonë, për të mirën e Kosovës. E kjo shkon edhe për Lirimovićin. Lirimović, gua mirë, çka thot kush është Albin Kurti. Shkojnë miq. Të futura në tre frames, tek zyra e Vučićit në Beograd, në prezencën e Ramës dhe të Sorosit Junior. Do me thonë Thaçi s'ka konë, aty, ka konë Rama, Soros, edhe Vučićin në Beograd, a Thaçi ka bisedu me ta, deri kur i në Kosovë. Si mos... I dakordsuar me këtë skem, ka qenë i dakordsuar. Kurse kjo që organizimet, planet, hartat, të gjitha janë bërë në mbikëqyrjen e Sorosit. Kjo është e padiskutueshme. Tani, kushdo që t'ja çojë këtë video Ramës, do të provoj qoftë se pas ka informacionin nga brenda. Tash në Golden Frames në harta. Sa për Floriri. Pra kjo tradhti ka emrin brenda ka dhe kryeministin shqiptar Edi Rama. Tani pse e ka bërë këtë Rama, tani ta tregoj para popullit, nuk e di. Por që kjo është e vërtet 100%, 200%. Dhe për këta kanë informacion edhe agjencitë e inteligjencës. Agjencia e inteligjencës. Së dyti, sot askush nuk bën asgjë pa qëllim, pa objektiv. Pra sot nuk ka gabime të rastësishme. Dore Në këtë nivel, që është gabim, Dritan Demiraj, SBA. Është një veprim strategjike e cila dëmton përfundimisht Kosovën. Dhe unë Dritan Demiraj, SBA. kam bërë mbi 50 shkrime për rëndësinë e ujmarit, për rëndësinë e veriut, Ngonemisht. për minera, për mineralet,
Patjetër. Por në shtesë të kësaj, unë kam pas mundësi për të dërguar informacione edhe në institucionet më të larta dhe për të gjithë ata që e qënë e dinë që deri tek shtëpia e bardhë dhe tek departamenti i shtetit për rëndësinë e këtyre, pra pengimin e këtyre propozimeve. Miq të dashur, me këto që janë i vone, me të vërtet është po ushqet e trupi. Si ka mundësi shqiptar edhe me lobu për me nda Kosovën, por këti burri që i foli që tash, do e vërtetojnë fjallët me analistat tonë. Shkojnë amiq, që po du me di që nuk ka rajt asti fjallë. Qysh ka thonë që ashtu është. Shkojnë amiq. Shty me forcë se kjo zgjidhja. Ilir Deta, 2018. Jo, nuk e kanë shty, më falni, na duhet më konë sakt në fakte. Është Edi Rama, 2018. Vučić dhe zoti Thaçi, që para 2 vjetëve një herë e kanë diskutuar këtë punë. Para 2 vjetë, 2018. Zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka lobu në perëndim për këtë ide. Pse s'po i lejoni ju Kosovën dhe Serbinë? Njëjtë edhe Vučići ka bot njëjtë. Edhe zoti Thaçi me agjencionet e tij, situatës edhe në këtë valle është kyç Thaçi, i cili ashtu për 2002 se ka inklinimin për me bisedu për kufit e Kosovës. Për 2002-ës? Ai ka bisedu edhe me Gjingjishin atë kohë. Dhe ti e ke pas perëndimin para një akti ku ata kanë thonë nëse kryetari i Kosovës është për, kryetari i Serbisë është për, qysh mujmë na mi thonë këtyne të tje, me gjitha ato pare për lëbim, a shumë pare në harxhun lëbim, si pi Kosovës, si pi Serbisë, si dhe ashtu pi një rryme të pareve që vjen ka Rusia, që ka hyrë në këtë projekt. Edhe, ti për shembull, të na thojnë, fjallë pëllore me së dashër, ku del tim, diçka djeget. Në me thonë, aj pe Amerike, doktori pe Amerike, po pe ka zë realitetin. Ky Ilir Deta, pe folët njëtat fjallët atina. Aj pe folët njëtat fjallët këtina. Në me thonë këtu diçka për të kë. Si është situata, unë me nga të regu, ma mirë, jo dini, se unë e posh për e të pare, posh këtë vizë që tash, po me të vërtet, është e pa besushme. Nuk po muna me imaginu, në vitin 2026 sot, që në atë kohë ka pas njerëz kundër Kosovë, mas lufte, ka pas njerëz që kanë menu për me soptu Kosovën. Edhe këta njerëz kanë qenë luftë. Kjo të bën pak ma shumë përshtypje. Televizor jepshin tjera fjallë, mas televizioni kanë nëbu për me da Kosovën. Unë veç po dërzona me që nuk kam që ka fuli tërsan. Kështu që misë të dashër, kjo është video për sot, mire pashën vitet e radhës. Opozit, lajsheri, me në në kuajqet një votën. Dëgjoni mi me vëmendje këto video dhe analizoni vetë.